Ju përshëndes nga lajmet e orës 15. Besimtarët musliman festojnë sot ditën e Fitër Bajramit pas 30 ditësh agjërimi. Me mira vet kanë kryer faljen e namazit herët në sheshin Skënderbej në Tiranë, por edhe në sheshet qendrore të qyteteve të tjera. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pas 30 ditë agjërimi, besimtarët musliman festojnë sot Fitër Bajramin. Bajrami është një kujtesë për të mos harruar kurrë vlerat e dashurisë, faljes dhe solidaritetit. Ai kujton se çdo ditë mund të jetë një mundësi për të bërë më të mirën për veten e tyre, familjen dhe të tjerët. Edhe pse besimtarët musliman kanë tani më një xhami të re të madhe, sërish falja është bërë në sheshin Skënderbej, pasi numri i besimtarëve që falen është shumë i madh dhe sa vjen e shtohet. Ka shumë të rinj, madje edhe fëmijë që respektojnë të gjitha ritet e fesë islame, duke u falur, madje edhe agjëruar. Ke dalë për të falur namazin sot? Erdha, po kishte mbaruar edhe se falja atë. Po ti ke agjëruar? 4-3 ditë gjithë të ditë po. Në çfarë klase je ti? Në klasë 4 dhe kam edhe disa shokë edhe shkoj edhe në xhami të prenteve. Pasi agjëruam 30 ditë, falëm namazin e Fitër Bajramit. Jeni një grup shokësh që agjëroni, keni vite që agjëroni? Viti 6. Është festë shumë e rëndësishme për besimtarët musliman, pas përfundimit të muajit madhërueshëm të Ramazanit. Gëzuar Fitër Bajramin, paqe dhe begati për gjitha familjet shqiptare. Për të falur namazin e Fitër Bajramit në Tiranë, këtë vit ka ardhur sekretari i përgjithshëm i Ligës Botërore Islame, i cili vlerësoi bashkëtesën fetare në vendin tonë. Toleranca dhe bashkëtesa fetare e popullit shqiptar është për t'u lavdëruar. Sot në botë ka konflikte të ndryshme, të cilat burojnë nga divergjencat apo qarqe të ndryshme fetare, kulturore dhe politike. Prandaj bota sot ka nevojë që këto vlera të shoqërisë shqiptare të përçohen e kultivohen brez pas brezi. Ky Fitër Bajram të sjell mirësi dhe begati në shtëpitë tona në Shqipëri, paqe dhe mirësi dhe begati në mbar njerëzimin. Edhe pse sheshi ishte mbushur plot me besimtarë të cilët donin të falnin namazin e Fitër Bajramit, disa prej tyre nuk arritën pasi falja nisi pak më herët. Sipas lajmërimit të komunitetit musliman faqen zyrtare kanë bërë lajmërimin që do të falet në orën 7:30, ndërkohë që është falur diku në 7:14-15. Kjo ka shkaktuar një ndinjat shumë të madhe tek shumë besimtarë. Për besimtarët musliman, të cilët kaluan një muaj sakrifice dhe mundimi, Fitër Bajrami është një mundësi për të nisur një kapitull të ri të jetës, për të gjetur forcë dhe mundësi për të bërë më të mirën në jetën e tyre. Pra sikur se u pa edhe në kronik, jo të gjithë besimtarët musliman arritën të falin namazin e Fitër Bajramit në sheshin Skënderbej ditën e sotme. Edhe pse sheshi ishte i mbushur tejet me besimtar, disa prej tyre kanë patur të pamundur të falen sepse namazi këtë herë ka nisur më herët se sa duhej, ose më saktë më herët se sa ishte lajmëruar. Në njoftimin për shtyp, komuniteti musliman i Shqipërisë ka thënë se kjo është një ngjarje që ka ndodhur për herë të parë në organizimin e Bajramit, e cila u shkaktua për arsye teknike të komunikimit në sheshin Skënderbej. Më tej thuhet se kush nuk arritur ta falë namazin e Bajramit me bashkësinë e besimtarëve, mund ta falë atë në formën tradicionale, pra në mënyrë individuale ose së bashku me familjarët. Kryeministri Edi Rama është duke e kaluar fundjavën në Greqi pasi ka takuar shqiptarët e Kretës në ambientin e stadiumit Klasidos. Ai u zotua për pasaportën europiane, mandatin e 4 që shqiptarët jenë të barabartë në Bashkimin Evropian pa patur nevojë për të pritur dokumentat greke. Edi Rama vijon sot turin me shqiptarët e Athinës me falenderimin për mikpritjen në Kret. Rama ka njoftuar takimin e radhës këtë të diel në orën 17 në Athinë në Qendrën e Kulturës Elinikos Kozmos. Kjo është vizita e tretë e kryeministrit me diasporën në shtetin fqinj, ndërkohë që në rrjetet sociale u ka kërkuar ndjekësve që të votojnë Partinë Socialiste. Numrin 5, bashkë me të dyja duar të majtën dhe të djasën të kutia në qendër të fletës së votimit me mua dhe Partinë Socialiste për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, shkruan Rama në Facebook. Gazeta The Telegraph e Londrës në një shkrim të kësaj të diele për turizmin shqiptar thotë se Shqipëria përshëndrohet në destinacionin e pushimeve me rritjen më të shpejtë në Europë. Ajo ngre edhe një shqetësim, ndikimin ekologjik nga fluksi i madh. Do të ndjekim korrespondentin e Top Channel në Londër, Arben Manaj.
E përditshmja britanike The Telegraph e Londrës me një prirje për lajme që nxin përgjithsisht Shqipërinë dhe shqiptarët për çështjet e emigracionit, të diel boton një shkrim me përshtypje udhëtimi të gazetares Rebecca Astle, e cila dukshëm e pasponsorizuar vlerëson lart ndrimin e Shqipërisë në një nga destinacionet më të mëdha turistike në Europë dhe shtimin ndër vitet të turizmit masiv drejt Shqipërisë. Ajo përmend veçanërisht Ksamilin dhe dyndjen në atë që quhen në mënyrë shabllone si fshat turistik, por që vetëm fshat nuk është, dhe deri diku është gazetarja britanike në sintoni të pakoordinuar me shqetësimin e kryeministit Rama për këtë rezort turistik i shfaqur së fundmi në fushat. Por The Telegraph ngren me shqetësim disa pikpyetje realiste, pasi ajo mendon se Shqipëria është në korsinë e shpejtë drejt një tmerri nga mbi turizmi. Shqetësim ky i ngritur nga shumë njohës të fushës së turizmit në Shqipëri që nuk duan që Shqipëria të shndrohet në Spanjën e dekadës së ardhshme. Gjithsesi, shkrimet e tilla edhe pse tingëllojnë si kamban për veshët e autoriteteve dhe e operatorëve turistik shqiptar, ato padyshim ndikojnë tek opinioni britanik në kuriozitetin për të vizituar dhe pushuar në këtë vend egzotik, pa njohur sa duhet deri para pak kohësh dhe me një stigmë paragjykuese. Linjat e fluturimeve me Londrën dhe qytetet britanike deri në Skoci janë të përditshme dhe shkojnë në disa dhjetra në javë drejt Tiranës, e shumica nga përvoja personale edhe në dimër janë mbi gjysma me anglez që Shqipërinë e gjen mjaft interesante, të lirë dhe të bukur, siç vazhdojnë të gjejnë dhe shijojnë edhe Spanjën, modelin që The Telegraph e Londrës në varësi të këndvështrimit e shikon si modelin që duhet shmangur. Arben Manaj, Top Channel, Londër. Shpeshherë prindrit këmbgulin që tu trashëgojnë profesionin e tyre fëmijëve, por ekspertët thonë se duhet bërë kujdes dhe këshillojnë që të rinjtë të orientohen në profilet ku ata kanë më shumë prirje. Ndjekim Juli Ristanin. Orientimi i karrierës është shumë i rëndësishëm për punësimin në të ardhmen, por a duhet ta përcaktojnë prindrit apo të vetë vendosin për profesionin ton? Dhe a duhet jetë e fortë lidhja mes gjinisë dhe profesionit, pra që një vajzë të jetë me SSB-n, edukatore, mësuese, infermiere, apo ajo mund të ushtrojë shumë mirë edhe profesionin e inxhinieres së ndërtimit ose policës? Këshillimi i karrierës nuk duhet të mbetet më tradit. Këshillimi i karrierës duhet të shkëputet një herë për gjithmonë që ne duhet të jemi të ngjashëm me profesionin e prindërve, se prindët kanë krijuar traditën jo vetëm të profesionit, por edhe të jetë gjatësisë në profesion. Pra ti do zgjedhësh një profesion me të cilin ti do pensionohesh. Prindërit nuk mund të japin ty profesionin e tyre dhe të zgjedhin në kohë të ndryshme të njëjtin profesion që ata kanë zgjedhur, le të themi, në vitet 90. Nëse një student ka prirje të shkencave humane, nuk mundet të zgjedh, le të themi, arkitekturën, ekonomikun apo menaxhimin e biznesit, apo një profil të cilin nuk e njeh dhe nuk e dëshiron. Ka zgjedhje të gabuar në historinë e Shqipërisë së studentëve. Kanë dëgjuar prindërit, kanë zgjedhur profesionin që kanë dashur prindërit e tyre dhe më pas 3 vite studim, ndoshta edhe pas 5 viteve studim, kanë zgjedhur profilin që ata kanë menduar që është profili profesional i jetës tyre. Po gjinia apo ndikon më në zgjedhjen e profesionit? Ne nuk duhet të influencojmë sidomos tek vajzat në zgjedhjen e profesionit. Ne sot kemi kuptuar që vajzat janë po kaq të zonja dhe profesioniste edhe në profile që deri dje kanë patur, le të themi, këtë impaktin e profileve të vështira dhe të pamundura për të realizuar nga vajzat. Për shembull, mund të përmendim profilet e inxhinierisë së ndërtimit, arkitektura, inxhinieritë e minjerave, mund të themi edhe mekanikën, sportet, policia. Vajzat sot kanë mundësi të zgjedhin këto profile dhe janë po kaq të afta dhe ecin paralelisht profesionalisht edhe me djemt. Mjekët thonë se ndryshimet klimatike kanë ndikuar në rritjen e alergjive. Ndryshimet klimatike kanë ndikuar në shtimin e alergjive tek njerëzit. Mjekët pneumoalergolog tregojnë se edhe në Shqipëri, ashtu si në vende të tjera, ka një shtim të numrit të fëmijëve alergjik. 1 në 5 fëmijë manifestojnë simptoma të alergjisë. Është e vërtetë që ka një rritje të prevalencës së rasteve të fenomeneve prezantimeve alergjike në fëmijëri. Që 1 në 5 fëmijë mund të manifestojë fenomene alergjike, kryesisht fenomene të karakterit sezonal. Me hyrjen e pranverës, pritshmërit i kemi që të ballafaqohemi me raste të reja dhe raste sigurisht e llogaritur ndryshe rreth 20% e fëmijëve që bëjnë një manifestim alergjik, sigurisht është një përqindje e konsiderueshme. Faktorët ambiental që lidhen me ngrohjen globale kanë zgjatur periudhën e alergjive. Me sa duket, në dekadat e fundit, ndryshimet klimatike janë shkaku kryesor i
këtyre manifestimeve për shkak të zgjatjes së sezonit të alergjive, ai po shtrihet sot më gjatë se sa që kemi pasur pritshmëritë. Fillon diku nga pranvera, në marsin dhe përfundon diku në shtator apo tetor. Simptomat e një fëmije alergjik nisin që nga teshtimat deri në forma të rënda, të cilët ka nevojë për trajtim spitalor, siç janë astma, dhe fëmia ka nevojë edhe për pompë oksigjenimi. Më e prekur është grup mosha nga 7 deri në 12 vjeç. Manifestimet e buta ose të mesme shoqërohen me bllokime të hundëve, me teshtima, me vështirësi në frymarrjen, me kruajtje të syve, me shenja të konjunktivitit, shpeshherë ato bashkëqyrojnë njëra tjetrën. Pasojat e një fëmije alergjik nuk janë vetëm fizike, por edhe psikoemocionale. Prindrit duhet të tregojnë të kujdesshëm, të drejtohen tek mjeku, në mënyrë që të parandalojnë që fëmia të shndërrohet në një alergjik kronik. Po kështu, këshillohet që fëmijët alergjik të mos dalin në mëngjes dhe në darkë kur është ora e pikut të poleneve. Një nga makinat luksoze të Vladimir Putin ka shpërthyer në flak dhe ka ngjallur alarm në sistemin e tij të sigurisë. Mediat kanë nisur menjëherë spekulimet, duke lidhur këtë incident me deklaratën e Zelenskit pak ditë më parë, i cili tha se Putinit shumë shpejt do t'i vi fundi. Hamasi ka pranuar propozimin e Egjiptit dhe Katarit për armë pushim me Izraelin. Sipas kushteve të ofruara, grupi militant palestinez duhet të lirojë çdo javë nga 5 pengje. Tani pritet përgjigjja e Izraelit. Grupi militant palestinez Hamas është pajtuar me propozimin për armë pushim në Gaza, të cilin e ka marrë 2 ditë më herët nga ndërmjetësuesit në Egjipt dhe Katar, ka njoftuar lideri i grupit militant Khalil Kayat shtunën. 2 ditë më herët kemi pranuar një propozim nga ndërmjetësuesit në Egjipt dhe Katar. Ne e morëm me pozitivitet dhe e pranuam atë, ka deklaruar Kaya përmes një fjalimi në televizion. Shpresojmë që okupatori nuk do të minojë atë, shtoi Kaya, i cili udhëheq grupin negociator të Hamasit në bisedimet indirekte me Izraelin, me qëllim për të siguruar një armëpushim në luftën e Gaza, që filloi në tetor të vitit 2023. Burimet e sigurisë kanë thënë për Reuters të njëjtën se Egjipti ka marrë sinjale pozitive nga Izraeli mbi një propozim të ri për armëpushim që do të përfshinte një fazë tranzicioni. Propozimi sugjeron që Hamasi të lirojë çdo javë nga 5 pengje izraelite sipas burimeve të sigurisë. Zyra e kryeministrit në Izrael ka njoftuar se ka mbajtur një seri konsultimesh sipas propozimit që kanë marrë nga ndërmjetësuesit dhe se Izraeli ju ka ofruar ndërmjetësuesve një kundërpropozim në koordinim të plot me SHBA-n. Ky propozim erdhi pas largimit të Izraelit nga armëpushimi i parë, pasi sipas këtij shteti Hamasi po bënte manipulime psikologjike dhe nuk kishte vullnet për paqe. Izraeli ka rifilluar operacionet në Gaza duke kryer sulme ajrore dhe operacione të kufizuara toksore ushtarake. Ishte gjithçka për këtë edicion. Faleminderit që na ndiqni, mirupafshim.